Çmimet e konsumit në Kosovë shkuan në 5.3% vjetore dhe 0.7% mujore, përderisa indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë në një mesatare prej 5.3% në muajin dhjetor 2025 krahasuar me muajin dhjetor 2024. Inflacioni mujor ishte 0.7% në muajin dhjetor 2025, ndërsa norma mesatare vjetore inflacionit për vitin 2025 ishte 3.9%. Në raportin e fundit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thuhet se ngritja e indeksit të çmimeve të konsumit është vërejtur te kafja, çaji dhe kakao me 15.2%, pemët me 11.5%, energjia elektrike 11.4%, mishi 11%, pastaj vajra dhe yndyra me 8.4%, qumshti, djathi dhe vezët me 7.2% dhe shërbimet të tjera gjithashtu. Ndërsa rënja e çmimeve gjatë vitit të shkuar vërehet tek karburantët dhe lubrifikant për pajisjet e transportit personal minus 4.6% me një ndikim prej minus 0.3%. Ndërsa vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit 2025, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë thuhet në raportin e ASK-s. Kjo kryesisht është shprehur me ngritjen e çmimeve të konsumit në këtë periudhë me pemët 19.0%, me energjinë elektrike 18.3%, shërbime të tjera në lidhje me pajisjet personale të transportit me 18.1%, lëndë djegëse të ngurta, dru, zjarri dhe pelet me 13.1%, kafe, çaj dhe kakao me 11.9%, qumësht të djathtë dhe vezë me 9.8% dhe shërbime ambulantore me 8.9%, duke mos përjashtuar këtu edhe plot shërbime të tjera. Ndërsa rënja e çmimeve, thot raporti, vërehet tek grupi i karburanteve dhe lubrifikanteve për pajisjet e transportit personal gjatë muajit dhjetor 2025 me minus 1.7% me një ndikim prej 0.1%.